120 vetura, vila me qira 24.000 franka në muaj, targa speciale, 1.5 milion franka dëm dhe kreditë pa paguara. Një she nga Kosova i përfshiu familjen e tij prej 6 antarësh, si dhe 2 ndihmës, në mashtrime sistematike në Zvicër. Nga një gjykatë zviceriane ai u dënua me 3 vite i Gjysmburg dhe 3 vite ndalim hyrje në Zvicër. Një skem mashtrimi në Zvicër ka marrë epilog në gjykatën e Djetikonit, afër Zyriu, duke zbuluar prapaskenat e një jete parallore të ndërtuar mbi gënjeshtra, mashtrime dhe keqpërdorime të shtetit zviceran. Në qendër të këtij skandali është një 57 vjeçar nga Kosova, i cili njihet si sheh imam dhe pretendon se udhëheq rreth 8.000 besimtar dervish, shkruan gazeta Tages Anzeiger. Ai akuzohet se ka organizuar një sistem kriminal familjar, duke shkaktuar një dëm total prej 1.5 milion frankash zvicerane. Hetimet e policisë kishin nisur me një bastisje në një vilë luksoze afër Zyriut, për të cilën sheu pagonte qira marramense për 24.000 frankash në muaj. Gjatë operacionit hetuesit konfiskuan dokumente dhe pajisje elektronike, po ashtu u zbulua një sistem kompleks i firmave fiktive që shërbenin si mbulesë për pasurimin e paligjshëm. Sipas prokurorisë, ky sheh luante rolin e një sipërmarrësi të patundshmërive, duke mashtruar bankat dhe shtetin zviceran me bilance të falsifikuara, veçanërisht duke përfituar mbi gjysmë milioni franka nga kreditë emergjente të Covid-19. Ajo që e ka lënë pa fjalë opinionin publik është luksi i shfrenuar që familja shfaqte me parat e vjedhura. Ndonse para zyrave të shtetit, imami i veçpallur nga Kosova deklaronte se ishte i varfër, familja kishte në pronësi një flotë prej 120 automjetesh, mes tyre binin në sy vetura të tipit Porsche Panamera, disa modele Mercedes dhe një Hummer H2 Luxury. Si merakli i veturave, imami shpenzoi rreth 100.000 franka vetëm për blerjen e 3 tabelave të regjistrimit me numër të veçantë, të cilat në Zvicër shiten ankant si simbole prestigji. Gjatë procesit gjyqësor, i cili zgjati 6 ditë, i akuzuari kryesor u dënua me 42 muaj burg dhe dëbim të detyrueshëm nga territori i Zvicrës për një periudhë prej 3 vitesh. Prokuroria kishte kërkuar për të 15 vite dëbim nga Zvicra. Sa i përket anëtarëve të tjerë të familjes, përfshirësh bashkëshortën dhe 4 fëmijët, gjykata vendosi t'i lirojë nga akuzat ose t'i dënojë me gjoba minimale. Arsyetimi i gjykatës ishte se brenda familjes mbretëronte një strukturë strikte patriarkale, ku imami vendoste për çdo gjë. Fëmijët dëshmuan se kishin nënshkruar dokumente verbërisht për shkak të besimit ndaj babait të tyre dhe nuk kishin njohuri për financat që vinin. Madje për shkak të muajve të kaluar në paraburgim, vajza dhe njëri nga djemtë e tij do të dëmshpërblehen me rreth 70.000 franka nga shteti, pasi gjykata vlerësoi se nuk mund të ketë përgjegjësi kolektive për mëkatet e kryefamiljarit. Gjatë procesit gjyqësor, imami kërkoi falje duke u arsyetuar se si prijes fetar nuk dëshironte të figuronte publikisht si pronar biznesesh, andaj përdori anëtarët e familjes së tij. Gjykatësia ishte e bindur se energjia kriminale e imamit nga Kosova ishte rritur me kalimin e kohës dhe dënimet e mëparshme me gjoba nuk kishin pasur asnjë efekt reflektimi tek ai. Njëri ndihmës i imamit u dënua me kusht, aktgjykimi për tjetrin do të pasojë më vonë.